Një ngjarje e rëndë shënuar mbrëmjen e së premtes në qendër të qytetit të Shkodrës pranë Shatërvanit në lagjen Qemal Stafa. Pas një konflikti banal rreth orës 19:50, dy të ri të moshës 19 dhe 17 vjeç kanë mbetur të plagosur me thikë. Të dy të rit janë transportuar menjëherë në spital në gjendje jashtë rrezikut për jetën dhe ku janë trajtuar nga mjekët. Policia në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe kapjen e autorëve. Ndërkohë, ky është rasti i disa ngjarjeve të tilla, teksa plagosjet mes të miturve dhe adoleshentëve në vendin tonë janë kthyer në një fenomen të jetë shqetësues, duke përfunduar dhe me pasoja tragjike për jetën. Këto ngjarje ndodhin kryesisht pranë shkollave, në ambientet publike apo gjatë orëve të mbrëmjes, duke nxjerrë në pa një rritje të dhunës në moshat e reja. Në shumicën e rasteve, konfliktet lidhen për motive të dobta, debate të çastit, sherrje në rrjetet sociale, bullizim apo rivalitete mes bashkëmoshatarëve, teksa përfundojnë në plagosje serioze për shkak të armëve me vete. Edhe pse për një vit u mbyll TikToku si një masë parandaluese për fenomene të tilla, një veprim i tillë nuk solli asnjë ndryshim, teksa fenomeni vazhdon të përsëritet, duke kërkuar një ndërhyrje më të fortë parandaluese nga shteti, rritje të rolit të familjes dhe shkollës, si dhe masa më të rrepta për kontrollin e armbajtjes pa leje tek të miturit.